Festa betares për fëmijët e klasës së parë është njëri prej momenteve më të veçanta dhe më emocionuese për ta. Tani ata ndjehen të rritur, të pavarur sepse din të shkruajnë dhe të lexojnë vetë. Disa ditë na ndajnë nga festa e betares, që po organizohet me përkushtim nga mësuesja dhe nxënësit e klasës së parë të shkollës jo publike Nënshkruesi Pavarësisë Nebisefa. Fëmijët me gëzim në drejtimin e mësueses po përgatisin një program të larmishëm artistik, me poezi për shkronjat, me këngë, valle dhe skeqe. Prindrit gjithashtu do të marrin pjesë në këtë fest, duke ndarë me fëmijët e tyre entuziazmin e këtij momenti. Klasa e parë, nxënësit bashkë me mësuesen, kemi gati më së një muaj, të cilët kemi filluar përgatitjet e festës të betares. Këta janë fëmijë të mrekullueshëm, që para një muaji kemi ndarë të gjithë materialet, si vjershat, ashtu dhe tekstet e këngëve, dhe të gjithë nxënësit kanë punuar në mënyrë perfekte. Falë njëkohësisht dhe bashkëpunimit të prindërve. Kemi një bashkëpunim shumë të mirë, sepse nëse do të ishte bashkëpunimi i mësueses me nxënësit dhe me prindit, nuk do të kishte arritur kjo arritje që kemi ne arritur sot. Provat kemi vazhduar pothuajse çdo ditë. Sot kemi bërë përsëri provat ka qenë në një nivel goxha të lartë, fëmijët të përgatitur, interpretimin me lëvizje, këngët, njëkohësisht kemi futur vallen, kemi futur edhe skeç. Dhe këto ju do t'i shihni sa afërmi. Nesër ne kemi prova gjenerale, ku nxënësit do të njihen me ambienti ku do të bëhet koncerti, dhe koncerti është ditën e premte. Në datën 9, ora 11, ju mi presim të gjithëve në këtë koncert. Njëkohësisht, një falënderim i veçantë shkon dhe për drejtoreshën dhe presidentin e shkollës, të cilët na kanë afruar këto kushte kaq të mira në shkollën tonë, ku ne përveç lëndëve të mësimit të përditshëm, zhvillojmë dhe aktivitete më të ndryshme. Duke filluar nga ora e edukimit fizik që e bën profesori i lëndës përkatëse, profesori i muzikës, njëkohësisht profesor Beni duhet falendëruar në mënyrë të veçantë për këngët e bukura që ka punuar me këta fëmijë të mrekullueshëm. Dhe falënderimi special dhe super special shkon për këta boturush, të cilët kanë punuar çdo ditë dhe çdo gjë e kanë bërë me dëshirë dhe me qejf. Mbilltakofshim në festën ditën e premte. Ne rënjë t'i kemi këtu.